Përveç ato sukseseve që kemi pas individuale, në judo, në karate, në bokse, në federata tjera, kemi sukses edhe në sport ekipore, ku kemi pas edhe synim si Komitet Olimpik, edhe si shtet, sepse e dim që federatat ekipore janë më të vështira, edhe kanë koste më të madhe. Në 2025 kemi pas sukses të jashtëzakonshëm sa i përket futbollit, ku Kosova tash edhe shkoi në play-off për kualifikime për botror, dash zoti edhe në mars, kur edhe fillojnë edhe lojrat me tjera për kualifikime me Slovakinë dhe me Turqinë, kemi fat edhe të kualifikohemi në botror, që do të jetë historike, ngjarje shumë e madhe, edhe gjithashtu handbolli, ku mori pjesë në kampionatin botror në U19, gjithashtu volejbolli është jetë shumë përpara. Pra, kjo është një dëshmi që edhe sport ekipore kanë filluar të ngriten, edhe kjo na bën krenar përveç sporteve individuale, ku e dim që judo kemi pas rezultate mjaft të mira në kampionatet evropiane botrore.